Në Gjermani kemi kohët e fundit zhvillime interesante, por edhe kontradiktore. Në njërën anë ka shenja pozitive, por në anën tjetër po shihet shumë qartë që kriza ekonomike e viteve të fundit ka lënë pasoja serioze si në ekonomi, ashtu edhe në tregun e punës. Pra, në fakt, edhe kritikët, edhe optimistët kanë të drejtë. Fakti është që ka disa shenja pozitive në disa fusha ekonomike në Gjermani, e për të cilat ju kam njoftuar edhe në kanalet e mia më parë, si për shembull, rritja e porosive në industri në 4 muajt e fundit, apo dhe shtimi i lejeve për ndërtimet e shtëpive dhe të banesave në sektorin e ndërtimit në veçanti në pjesën e dytë të vitit të kaluar, e ku ka shumë biznese shqiptare si dhe dhjetra mijëra punëtor shqiptar. Fakti është po ashtu që Gjermania ka vendosur të investojë qindra miliarda euro në infrastrukturë dhe qindra miliarda euro të tjera në sektorin e mbrojtjes, ku prap kërkohen punëtor. Por, për momentin situata në tregun e punës është më e keqe se sa në vitet e kaluara. Papunësia është mbi 6%, e kjo po shihet madje edhe tek papunësia e punëtorëve me fakultete. Kështu, në vitin 2025 gati 2 milion njerëz që kanë kryer ndonjë fakultet kanë qenë jo vetëm të papunë, por madje të rrezikuar edhe nga varfëria. Kjo përbën një rritje prej rreth 350.000 persona më shumë se sa në vitin 2022 për shembull. Ju e dini ndoshta miq të dashur, por po e them se në Gjermani konsiderohet i varfër ai që ka të ardhura më të vogla është shtuar, është rritur numri. Ndryshe në Gjermani aktualisht ka rreth 21 milion vet me diploma fakulteti në tregun e punës. Papunësia në radhët e personave me diploma fakulteti është rritur aktualisht në 3,3%. E para 3 vitesh ka qenë 2,2%. Me një fjalë, në Gjermani nuk është aktualisht lehtë as për ata që kanë kryer fakultete, në veçanti për të rinjt e kam fjalën që për herë të parë kërkojnë ndonjë punë, por unë dhe të gjithë të tjerët në Gjermani, shpresoj edhe ju, shpresojmë që do të vazhdohet ai trendi pozitiv që ka filluar në pjesën e dytë të vitit 2025 dhe se gjendja do të përmirësohet gradualisht. Nëse ju keni ndonjë përvojë me tregun e punës, me kërkimin, në veçanti e kam fjalën për të rinjt, me kërkimin e ndonjë vendi pune pas kryerjes së fakultetit, natyrisht që mund të më shkruani këto dhe mund ta trajtojmë bashkë edhe këtë temë. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacionet e tjera.